ish pjesëtar i njësi speciale të policisë së Kosovës, Arbnor Spahiu, tash një javë po mbahet në paraburgim në Serbi. Ai u arrestua në kufirin në Hungari, Serbi, në pikën kufitare në Hogrosh. Prindërit e Arbnorit së fundmi kanë reaguar publikisht lidhur me ndalimin e djalit të tyre në Serbi, duke cilësuar atë një akuzë të padrejtë dhe të pabazë. Sipas tyre, Arbnori ka dhënë dorëheqjen nga puna më 1 nëntor 2022 dhe që prej asaj kohe jeton në Gjermani, duke ndjekur një jetë të qetë dhe të rregullt. Në deklaratën e tyre thuhet se ngjarja për të cilën ai akuzohet ka ndodhur një vit më pas, në një kohë kur ai nuk ka qenë pjesë e asnjë institucioni dhe nuk ka pasur asnjë rol që do ta lidhte me atë rast. Ata shtohen se çdo përpjekje për ta lidhur emrin e tij me këtë ngjarje është jo vetëm e padrejtë, por edhe e dëmshme. Prindërit e Arbnorit konsiderojnë ndalimin e tij si një shkelje të rëndë të drejtave të tij si qytetar, e cila bie ndesh me çdo parim të drejtësisë dhe logjikës ligjore. Ata theksojnë se djali i tyre është i pafajshëm dhe nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen për të cilën po mbahen. Apelojnë tek institucionet ndërkombëtare, organizatat për të drejtat e njeriut dhe tek opinioni publik që të mos heshtin përballë kësaj padrejtësie. Secili njeri meriton një proces të drejtë të ndershëm, e kjo nuk po ndodh në rastin e Arbnorit. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë drejtësinë e tij me mjete ligjore dhe institucionale, me besimin se e vërteta nuk do të mohohet, thuhet në deklaratën e prindërve të ish zyrtarit të policisë së Kosovës.